Janë 3 shpëtime kur dikush dëshiron të manipuloj. E para, mos lejo asgjë që nuk e dëshiron. Pra, mos këqyr me pranu diçka që nuk e dëshiron. E dyta, ndalo të fajsuarit tjerët, sepse ti je vetja, ti i din mendimet e tua, qëllimet e tua të pastërta. Prandaj, mos i fajso të tjerët, mjafton ti të jesh e sinqert me veten tënde, dhe shpëtimi i tretë, që kur njerëzit dëshirojnë të manipulojnë, është ndalo së luajturi viktimën. E valla shka me bo, që qështu, Zoti e pas ka shkrujt. Zoti e pas ka shkrujt të në fatalizmat, fatalistat të cilët nuk kanë menquri forcë me zgjedh një problem, edhe ja qesin fajin Zotit. Zoti e ka shkrujt. Zoti e ka shkrujt uji me vlu në 90 gradë. Zoti e ka shkrujt ikbalja me lind prej nonës sherife. Zoti e ka shkrujt ikbalja mi pas sytë e kaltërta. Zoti e ka shkrujt djeli me lind nga lindja e Zoti e ka shkrujt djeli me lind nga lindja e me përëndu nga përëndimi. Prandaj keni kujdes, kur ju manipulojnë, këto 3 sende, mos i harroni. E përsëris, mos lejo asgjë që nuk e dëshiron. Ndalo së fajsuarit të tjerët dhe ndalo së luajturi viktimën. Mos harroni follow, like.